Për herë të parë 7 ditët e krijimit, vepra që autori me Dervishi e botoi në frëngjisht në 2024-ën, u ngjit në skenën shqiptare të Muzeut Arkeologjik të Durrësit. Ishte regjisorja Driada Dervishi, vajza e autorit që zgjodhi t'u besoj vargjet 7 zërave artistik, si Ylka Mujos, Luiza Xhuvanit, Neritan Liçajt, Mimoza Marianakut dhe aktorëve të tjerë. 7 ditëve të krijimit, Zanafilla nis në një farë mënyre i rri shumë mirë kjo skenografi. Në këtë konceptim janë 7 aktorë dhe bashkëveprojnë 3 breza të ndryshëm që besoj do të sjellin secili një qasje vërtet shumë të them ndryshe të gjithë vargjeve edhe është një kënaqësi me të vërtetë e veçantë për mua. Duhet dëgjuar me shumë vëmendje sepse ka metafora dhe simbolika të fuqishme që për ne artistët është vërtet kënaqësi që të kemi mundësi të hyjmë në labirinthet e trurit të një poeti aq unik në llojin e vet. 7 ditët e krijimit është një cikël poemash ku autori sjell përballë njeriu dhe shoqërinë e sotme, të tjetërsuar nga etja për fitim, pushtet dhe pasuri. Janë një mimetizim biblik i 7 ditëve të krijimit në tentativat moderne të inxhinierimit social. Teknika që kanë çuar drejt dehumanizimit qenies njerëzore, drejt shpërbërjes traditës, drejt shkatërimit kombeve, drejt krijimit oligarkive që sundojnë rreth 90% pasurisë botërore, dhe është kjo sllavoria moderne, kjo është poezia ime. Mbrëmja poetike takoi antikitetin e Durrësit me një histori mbi botën moderne.